Mirë se po takohemi të dashur miq të emisionit Familja Jon. Këtë të diel në Familja Jon, flasim për zgjidhënien, rëndësinë e saj për shëndetin e nënës dhe foshnjës, si dhe mbështetjen që nënat marrin pas lindjes. Të ftuara janë neonatologja doktoresh Teuta Sejdiu Hasbata dhe koordinatorja vizitave në shtëpi për nëna dhe fëmijë, Anjeza Haradinaj Tahiri. Sekondat e parë, minutat e parë, çdo gjë është shumë moment i rëndësishëm. Kullostra s'pari qumshti, na e quajmë qumshti i parë, qumshti i dytë edhe qumshti i pjekun. Ka dallime, më pari në përmbajtje. Të përmbajtje të proteinave, karbohidrateve dhe të ujit edhe yndyrnave. Kërkesa e bebës, nevoja e bebës është paca dhe vegjini nanës prodhon, sepse mundohemi me e spjegu sistemin kërkesë furnizim, se si lidhet krijimi i qumshtit të gjirit. Në bllokun e dytë vjen një bisedë ndryshe me doktor Halil Krasniqen, i cili prezanton librin e tij më të ri. Së bashku do të flasim për ngjashmërinë mes fakteve fetare dhe atyre shkencore mbi organizmin e njeriut. Edhe zemra është e vendosur ka fazën e karaorit, kështu që është e mbrojtur nga eshtrat, nga shtylla e korrizit, sepse është një organ shumë i rëndësishëm për organizmin dhe është i mbrojtur nga lëndimet. Në bark edhe nëse lëndon dikon lëndohet zora, poshtë, kështu që mund të reparohet prapë. Ju presim këtë të diel në Kanal 10. Mos e humbisni. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali Varësive Rezonanca 3, Imperium Focus Energy, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze, Klinika Dentare ADC,